Momentalisht nuk kemi koalicion. Unë nuk jam kundër koalicionit askujt me asnjë parti tjetër politike kur është për të mirën e qytetit. Është mirë me folë me aktivistë ato që votojnë direkt kryetar. Edhe diçka. Jetoj përmend shumë bashkëpunimin mes komunës edhe qeverisë, a mundesh më u bë thirrje që tashmë si veç je pjesë e qeverisë, Komuna e Pejës është godit prej vërshimeve të njëpasnjëshme 2 vite me radhë, ku ka pas edhe humbje jetësh, e që qeveria ka pas obligim me i kthy ato dëmshërbimet ose dëmtimet që janë bërë, e që nuk e ka qa kokën fare, leje për panoret e tjerë, për as për familje që ka pas humbje, ku është humbje jeta e një nane e që nuk kthehet. Kështu që të lutem, shfrytëzo postin, shfrytëzo qeverinë dhe partinë tonë dhe bën një thirrje qeverisë të pakten me ju qëndru afër atyre familjeve me dëmshërbim simbolik, sa ato nuk rikthehen mu, sa ma përmend mirëqenjen sociale të qytetarëve e nuk e bën një gjest ndoshta që duhet detyrimisht. Nuk është gjest, kjo është akt. Edhe është shumë e rëndësishme. Po ju nuk po e merrni as si akt, nuk po e merrni as si akt, as nuk e keni përmend asnjëherë. Nuk e keni përmend asnjëherë në përmbytje vetë po e përmendi, në përmbytjen që ka ndodhur për shkak të çokolisës, mos menazimit të çokolisës, ku ka pas edhe humbje të jetës, edhe shumë biznese, shumë familje janë dëmtuar shumë, e keni bërë një komision ju edhe kryetarit. Po, edhe keni bërë një komision që keni favorizuar, disfavorizuar njerëz, edhe në fatkeqësi. Dikush që ka qenë forum SDK-s, dikush në PDK-s. Ekzistojnë kërkesat, kështu që ato kërkesa janë dorëzuar tek ju. Jo, kërkesat me shifrat fryma aty. Puna juaj është me i verifikuar ato shifra dhe me dojnë me komision. Kështu që të lutem pikërisht bën thirrje që keni me ja u rikthyer dëmshërbime. Se po edhe diçka për shëndetësi, po du pastaj 3 minutat të fundit të secilit. Përveç është shumë shqetësuese me rreth gjoks e më prekos që është një kampion Tanasan. Kur situatën e ka jashtëzakonisht në secilin sektor që ta preksh, e ka jashtëzakonisht kaotik. Faktet po flasim për doktor. Faktet janë shumë kokforta. Jo, nuk i asnjë fakt. A det marr çajtet ambulanta ti shetiti, shet çyzit milione çyzit gjen. Te kujdesi onkologjik edhe kujdesi kardiokirurgjik. Këto 2 sektor. Mendoj që duhet jashtëzakonisht janë të rëndësishme për qytetarët e komunës Pejës. Nuk duhet me këqyro kush on qeveri e kush o këtu, që kjo ka shkatron sistemin tonë. Kjo nuk duhet me ndodhë. Duhet me luftu. Edhe onkologjia, është e nevojshme për spitalin e Pejës, edhe sistemi i kardiokirurgjisë invazive është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Doktor Jekozavec, ministër dyat ki mujt mi bo. Duhet me punu sa të mundem bashkarisht për me i zgjedh problemet e qytetarëve, jo vetëm u kërkues. Jem kampion kur kërkun si kampion. Kampion, të punë që kem kry në shkolla, palestra, ambulanta, shajta konkretarit komunës. Tona, hajde me të shetit ishe. Hajde të isho krejt ambulanta të isho. Matë mirë se ambulantën private që i ti kem baru shtetit na. Hajde. Çdo ditë të shohim me pikave folëm mas solucion. Punëtor shëndetësor, jo punëtor jashtëzakonshëm. Hajde deme pikave. Kushtet si kanë hiç. Mas mirat për shkë kem për kushtet se cilën ambulant. Kur kushtesh? I ki pas me stufa. Me stufa ambulezi për momenteve qendrore. E kanë me punë mundi. Doktor trim shpe, s'kien d'ambulanca. Për reshatin edhe për partin tonde, zjedhe tash me flasune. Për reshatin edhe për ministrin. Dhe tashme nacionale. Kur dush. Kalzoj kushon. Në 3 minuta për se cilin, po du me disa qërë nëse dëni me shtu diqka, unë po du me pyet se cilin cila do tjetë puna parë që do të bëni kur nëse zgjidheni kryetar. Pra po fillim për juve, zoti Magjeri. Edhe nëse ke diçka që në ka ikë për shumë arsye gjatë debatit. Unë i kom shumë punë se i kom do bugjetin për me fillu vitin ashtë. Në më thonë, tu fillu prej palestre sportit në Trstenik, tu fillu prej... A unë cila puna parë? E para, që pëtojmë e para, është palestra e sportit në Trstenik, fshatin Trstenik. E kemi projektin, e qesim të nderin, e ndërtojmë. Kemi më vazhdu sheshin prej urës së Zallit, ku ka për njës, deri të ura re e dyta pun, kemi me vazhdu me pun tjera, dhe më thonë, edhe me i këto solaret që është shumë me interes më ndërtu, krahas solareve që i ndërton kompania, për me mujt me pas në 2 vitet ashtë me rrymen pa pare. Edhe me mujtu në mandej me i shfërzu ato tyra, për me indimu sektorve të ndryshëm prej mallrave dhe shërbimeve që kursejnë pare në këtë lami.
Arta? Puna e parë ndoshta që kisha, tash që po më kujtohet momentalisht, kisha bon një auditim të hollësishëm dhe të detajum gjitha punëve edhe të buxhetit edhe projekteve komunale, para se me fillu ndoshta me marrë unë punën edhe qeverisjen e komunës së Pejës. Pas auditimit të hollësishëm, një studim fizibiliteti dhe studime të tjera, duke i angazhu gjithmonë konsulent edhe ekspert të fushave të ndryshme dhe të fushave adekuate si në infrastrukturë, shëndetësi, arsim e fushat të tjera, ambient apo ku ta diun. Edhe po shfrytëzoj rastin me qemi në fund, ndoshta me iftu gjithë qytetarët edhe banorët e komunës së Pejës që me datën 12 tetor me bo një zgjidhje duke i krahasu gjithë kundër kandidatet e tjerë. Përveç krejt tjerve, jam një figur e re, një figur e panjollosme, edhe shumë krenare që në asë një institucion publik as nuk kam marrë të nder, as nuk kam punësu familjar, qoftë i Drodren, në Kec, apo në universitet, që kam punësu, e kam përfitu të ndere publike kundër kandidatet e mi. Hapi i parë duhet një task force urbanistike për qytetin e Pejës, ku definohen hartat zonale një herë e mirë e përfundimisht, nuk ka ndarje parcela, dikuj me i leju ndërtim 7 kat, dikuj 8 kat, dikuj 4 kat, e ka shkatru komplet qytetin. Këtu duhet task force të evidentimit të gjithë situatës edhe ndërhyrje, se nuk bëhet komuna e Pejës, gjitha e komunë, me gjitha ato ndërtime me një inspektor ndërtimi. Po ashtu, hapi dytë, ditën e dytë me jau ndalu qëto që po e thojnë karist me ndërtu atje, këtë qendrën tregtare dhe kanë bërë publike, bashkë me kryetarin ndalë fotografi aty dhe kanë inauguru, edhe në hartën zonale atje është bërë ndryshimi për me jau leju këtë në ndërtimin e një qendrës tregtare. Që kjo s'ka më bërë në qeverisjen tonë, edhe... Manipulim totali opinionit, nëse ka mundësi edhe për fund është të rëndësishme nëse dikush do në me ndërtu në me në shkafit mund është me honor nëse bashkë edhe karisht tash karisht bashkë me proferien po të regoj karisht bashkë me proferien edhe me kryetarën e komunës Gazmend Muhaxheri kanë takimet e vazhdueshme cilat janë publike. Jo, jashtë takimit. Po pysë për parimit, më intereson fare kush janë ndojë. Unë po të tregoj parantezë. A ka mundësi parantezë? Jo, po pysë për parimit, po pysë për... Parantezë, veç nëse mundë parantezë. Pas këtyre takimeve është ndryshu harta zonale. Në hartën zonale, vetëm parcela e tyre, në asnjë... Por besoni se ka keq përdorime tek ndryshimi i hartës zonale. Nëse bugenjej, prokuria, unë shkoj paraqitem ose eftoj edhe është rëndësishme. Me Pej, situata është bardhëzi. Me Pej, situata është bardhëzi, është një program, një njerëz më të mirë, ekipa më e mirë, edhe e kemi përballë historinë. Qytetarët e Pejës mundën me vlerësu, a dojnë me vazhdu qeverinë, a dojnë me rikthy, apo dojnë me ndryshu me një program të qartë edhe të saktë. Se fundit, LDK-ja e Ibrahim Rgovës dallon prej LDK-s Gazmend Muhaxherit.